Rusia ka paralajmëruar zyrtarisht një përshkallëzim të ri dhe mjaft të rrezikshëm të luftës në Ukrainë. Gjatë një bisede telefonike, ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov i kërkoi sekretarit amerikan të shtetit Marco Rubio evakuimin e menjëhershëm të ambasadës në Kiev. Paralelisht me këtë kërkesë, Moska u ka bërë thirrje të gjithë shtetasve të huaj që të largohen sa më shpejt nga kryeqyteti i Ukrainës. Autoritetet ruse njoftuan nisjen e një fushate sistematike ndaj qendrave të vendimarrjes, komandave ushtarake dhe industrisë së mbrojtjes. Ky kërcënim i hapur vjen vetëm pak orë pas një sulmi masiv. U përdorën 90 raketa dhe mbi 600 dron. Në këtë val të fundit bombardimesh, ushtria ruse lëshoi edhe raketën e re hipersonike Oreshnik, që është mjaft e vështirë për t'u kapur nga mbrojtja ajrore. Pas goditjes në zonën e Bilat Zverkas, tashmë ekziston një frikë e madhe se shënjestra e radhës do të jetë qendra e kryeqytetit Ukrainës. Nga ana tjetër, Ukraina po kundërpërgjigjet me dron me rrezë të gjatë, duke goditur rafineri nafte deri në 1700 kilometra brenda Rusisë. Ushtria e Kievit ka intensifikuar gjithashtu kundër sulmet në rajonin e Zaporizhjas, ku raportohen avancime të rëndësishme në terren. Analistët ndërkombëtar paralajmërojnë se Kremlini po përgatit një ofensivë akoma më të gjerë, e cila mund të nisë së shpejti edhe nga Bielorusia.